Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Letra që do të lexoj është një letër shumë e dhimbshme, bëhet fjalë për një nën e cila nuk mund të shkon dot tek djali i saj e ka të ndaluar. Letrën më ka shkruar një nën e quajtur Mejreme, ja dedikon djalit të saj Arbenit. Do të thënë është një letër shumë emocionuese. Do të ronditeni nga kjo që do të dëgjoni dhe thjesht e pyes veten deri ku ka arritur budallalliku që nënës tënde t'ja mbyllësh derën. Biri im i dashur Arben, nëse po e dëgjon këtë letër, do të thotë se unë jam larguar pa të parë nga shtëpia jote. Mos u mërzit për këtë gjë, biri im. Nuk desha të të shqetësoja dhe as të bëhesha barë për familjen tënde. Puna është e lodhshme dhe hallet nuk mbarojnë kurrë. Sot u zgjova shumë herët. Ende pa dal dielli nga mali. Ndeza sobën dhe nisa të gatuaj byrekun që e doje aq shumë kur ishe fëmijë. Ndërsa hapja petët, më dilte para syve fytyra e jote e vogël. Më kujtohej kur vije me vrap nga obori dhe më thoje: "Nën, a është gati byreku?" Nuk prisje as që të ftohej. E prisje me dorë dhe digjeshe, por qeshje e më thoje se ishte më i miri në botë, byreku më i miri i mundshëm. Sot e bëra me të njëjtën dashuri. Mbase nuk është aq i mirë sa dikur, sepse duart më janë plakur dhe nuk kam më forcën të dikurshme, por zemra ime të do po aq sa atëherë. Kur u nisa për tek shtëpia jote, e gjithë rruga mu duk shumë e shkurtër. Sepse zemra më ishte mbushur me gëzim. Mendoja vetëm një gjë. Të shihja. Nuk doja që të rija gjatë. Mjaftonte të përqafoja, të ledhatoja flokët dhe të pyesja nëse ishe mirë, birim. Më mjaftonte të dëgjoja zërin tënë që të më thëriste edhe një herë: "Oj nën." Kur trokita në derë, zemra më rihte fort. Prisja të dëgjoja hapat e tu. Prisja të hapej dera dhe të më buzëqeshje si dikur. Por nuk ndodhi kështu. Nuk ta fsheh, biri im. Në ato qaste më mbushën sytë me lotë. Jo sepse mbeta jashtë të derës, por sepse mua më mori malli për ty. Megjithatë, nuk mbaj zemër për askënd. As edhe për nusen tënde. Ndoshta kishte arsyet e saj, ndoshta nuk ishte dita e duhur, vetëm Zoti në thelbi di zemrat e njerëzve. Unë nuk dua që për shkakun tim të lind asnjë grindje në familjen tuaj. Mos e qorto gruan tënde, gruaja është shoqja jote e jetës, duaje, respektoje, dhe mos lejo që kjo letër të bëhet shkak për fjalë të rënda. Një nën nuk do ta prishte kurrë lumturinë e fëmijës së saj. Birim, a të kujtohet kur ishe i vogël dhe sëmureshe? Kalonim ne të tëra pa gjumë. Të mbaja në prerin tim derisa të binte temperatura. Kur ti flije, unë vazhdoja të rija zgjuar e të lutesha që Zoti mua të mashëron të djalin. A të kujtohet dita e parë e shkollës?
më mbaje dorën fort dhe nuk doje të hyje më në klasë. Më the, mos iknën. Kur mësuesja të mori nga dora, dola jashtë edhe qava fshehurazi. Sepse për herë të parë po ndahesha nga ti. Kur u rite, fillove punën. Sa krenare isha kur të shihja burr, thosha me veten, tani djalim do ta ketë jetën më të lehtë se unë. Çdo lodhje që kisha kaluar mu duke vogël, vetëm pse të shihja ty të lumtur. Kur u martove, falenderova Zotin, u luta që shtëpia juaj të mbushej me gëzim, me fëmijë dhe me bekime. Nuk kërkova asgjë për veten, vetëm lumturinë tënde. Sot jetoj vetëm, shtëpia është bërë e madhe dhe e heshtur. Ora në mur bën tik-tak, gjithë ditën dhe shpesh më duket sikur dëgjoj hapat e tu. Nganjëherë përgatis dhe një filxhan çaj pa e kuptuar dhe vendos një filxhan tjetër. Sikur ty do të hysh nga dera dhe do të më thuash, nën, çfarë po bën? Pastaj kujtohem se je larg dhe heq filxhanin. Malli për fëmijën nuk plaket kur, sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë edhe rritet. Mos u ndje fajtor, biri im. Jeta të merr me vete. E di që punon për familjen tënde, e di që ke përgjegjësi, por mos haro se prindërit nuk kanë nevojë për pasuri. Nuk presin dhurata të shtrenjta, një telefonat, një përqafim, një vizitë e shkurtër vlen më shumë se çdo gjë në këtë botë. Nëse një ditë nuk do t'jem më, mos qaj gjatë mbi varin tim. Më mirë eja se jam gjallë, ulemi në obor, pim një kafe bashk dhe flasim për ditët kur ti ishe fëmijë. Këto janë pasuri që merr me vete njeriu. Shikoj fëmijët e tu me dashuri. Rriti me respekt dhe mësoju të mos harojnë kur prindërit, sepse një ditë edhe ata do të bëhen prindër dhe do ta kuptojnë se çfarë do të thotë zemra e një nëne. Unë nuk kam shumë për të lënë pas. Kam vetëm lutjet e mia. Çdo natë ngre kokën nga qielli dhe i them Zotit, ruaje djalin tim, jepi shëndet, jepi paqe dhe mos e lër kur vetëm. Kjo është pasuria ime për ty. Nëse ndonjëherë të merr malli për mua, mos prit ndonjë ftesë apo rast të veçantë. Eja kur të thot zemra. Dera ime nuk ka qenë kur e mbyllur për ty dhe nuk do të mbyllet kur. Edhe nëse një ditë nuk do të jem më në këtë botë, dije se lutjet e mia do të shoqërojnë gjithmonë. Dashuria e nënës nuk mbaron me jetën. Ajo mbetet në zemrën e fëmijës për sa kohë ai merr frymë.